Avokati Čedomir Stojković foli nga Beogradi në Balkan Talks lidhur me situatën komplekse në Serbi, ku protestat po vazhdojnë nga studentët dhe qytetarët përpara ndërtesës qeveritare. Stojković shpjegoi rëndësinë që kanë këto protesta, ndryshe nga herët e tjera, pasi pesha e tyre mund të sjellë një rrëzim të mundshëm të presidentit Aleksandar Vučić. Kjo gjë sipas avokatit mund të ndodhë më vjesht pasi tani bie intensiteti i protestave, që nga fillimi i sistemit multipartiak në Serbi kemi një situatë që kur vera afron, fuqia e protestave bie. Tani protestat në Beograd kanë rënë dhe njerëzit nuk janë shumë të përfshirë në politik. Kur bëhet fjalë për protestën e studentëve, ajo ka pasur ndikim dhe mendoj se në fund të verës dhe në fillim të vjeshtës ajo do të rri pikun. Mendoj se atëherë do kemi protestat më të mëdha, tha Stojković. Ndryshe presidenti serb nuk ka plotësuar asnjë nga kërkesat e studentëve, sepse dihet se një nga kërkesat kryesore është të pasurit e një sistemi normal pa korrupsion. Baza e protestës është korrupsioni qeveritar dhe qeveria këtë nuk e ka plotësuar. Raportohet ndërkohë se Vučić po përpiqet për të shuar protestat sepse ai e di se këto forma të shprehjes të pankënaqësisë kanë kapacitetin për ta rrëzuar atë. Në gjykimin tim kjo do të ndodhë në vjesht, tha Stojković. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Kaja Kallas, ka thënë se Serbia duhet ta dëshmojë me vepra dhe reformat se synon vërtet të antarësohet në Bashkimin Evropian. Kallas nënvizoi se lidhjet e Serbisë me fëmijën e saj Kosovën nuk kanë të bëjnë vetëm me përmirësimin e marrëdhënieve, por janë vendimtare për të ardhmen e Serbisë në BE. E në lidhje me këtë temë, ka folur eksperti austriak Gunther Fenlinger. Ai thotë që Serbia duhet ta njohë Kosovën dhe këtë gjë duhet BE-ja që t'ia bëjë të qartë asaj. Gjithashtu ai thekson se Serbia duhet të shkëputet nga Rusia ose t'i bashkangjitet regjimit të sanksioneve të BE-s. Është koha për të qartësi nga BE-ja për Serbinë. Serbia duhet ta njohë Kosovën tani. Serbia duhet të ndalojë promovimin e të ashtuquajturës Republika SRPSK ndaj Serbisë. Serbia duhet të shkëputet nga Rusia, duke i dhënë fund marrëveshjes së tregëtisë së lirë, duke mbyllur hapësirën ajrore dhe duke dëbuar misionin ushtarak rus dhe duke mbyllur bazën ushtarake ruse në Nish. Serbia duhet i bashkohet regjimit të sanksioneve të BE-s dhe të bashkohet plotësisht me politikën e jashtme të BE-s. Serbia duhet të jetë plotësisht europiane, në frymë dhe jo vetëm në letër, është shprehur ai. Tutje ai thotë se pavarësisht vërejtjeve të shumta që janë bërë, vizita e Vučić në Moskë i ka dhënë fund çdo vullneti të mirë që Vučić kishte lënë në BE dhe në SBA. Por Serbia nën Vučić nuk do të bëjë asgjë nga këto. Dhe koha për qetësimin e Vučićit ka mbaruar në Bruksel dhe në Washington. Vizita provokuese në Moskë i ka dhënë fund çdo vullneti të mirë që Vučić kishte lënë në BE dhe në SBA. Kjo ishte shumë e thjeshtë. Tani është dita e pagës për Vučićin, ka shpjeguar eksperti. Në fund ai nënvizoi bisedën duke paralajmëruar që Vučić dhe Vulin do të vendosen së shpejti në listën e zezë të BE-s. Gjithashtu shton se BE-ja do të punojë fort që të sjellë rënien e Vučićit. Përgjigjja për BE-n dhe SBA-n është shumë e thjeshtë dhe e qartë. Kosova dhe Bosnia do t'i bashkojë NATO-s dhe BE-s deri në vitin 2029, së bashku me aleatën tanë Shqipëri, Maqedoninë e Veriut dhe Malin e Zi, ndërsa Serbia do të mbetet e izoluar si përfaqësuese e Rusisë. Dhe Vučići dhe Vulini do të vendosen së shpejti në listën e zezë të BE-s për vendet e papranueshme të hyrjes dhe Serbia duhet të sfinancohet nga BE-ja, ka thënë ndër të tjerash eksperti austriak Gunther Fenlinger.